Forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar zhvillimin e një avioni luftarak të gjeneratës së 6 F-47 që pritet të bëhet aktiv mes viteve 2027 dhe 2029. Lajmi u bë publik nga vetë shefi i shtabit të forcave ajrore, generali David Alvin, përmes një postimi në rrjetin social X, kundau disa nga specifikat e këtij avioni të avancuar. F-47 do të jetë një avion i klasifikuar si Stealth dhe kapacitet të lartë por misione të fshehta, zbulimi dhe dominimi ajror. Ai do të ketë një autonomi deri në 1825 km dhe një shpejtësi maksimale mbi Mars të 2470 km/h, duhet të kaluar edhe kapacitetet e F-22 Raptor. Për shkohet që të prodhohet më shumë se 185 njësi të këtij modeli. Alvin ka theksuar se modernizimi do të thotë ndërtimi i një arsenali që krijon sfida të papritura për kundërshtarët dhe që ruan përparësinë teknologjike të SBA-s pa rritur ndjeshëm kostot. Përveç F-47 u prezantuan edhe dy modele të reja avionësh pa pilot, YFQ-42A dhe YFQ-44A, me një autonomi prej 1300 km dhe funksion mbështetëse zbulues. Plani është që të prodhohen mbi 1.000 njësi të këtyre dronove luftarak. Ky zhvillim vjen në një kohë të rritjes së fuqisë ushtarake të Kinës, e cila ka prodhuar modelet e saj të reja J-36 dhe J-50 me kapacitete të krahasueshme me ato amerikane. Sipas El Confidencial, avionët luftarak J-10C të Kinës të përdorur nga Pakistani kanë arritur të rrëzojnë deri në 5 avion indian në përballje të fundit përfshirë edhe Rafale, MiG-29 dhe Su-30. Komandanti amerikan i rajonit të Indo-Pajsorit, admirali Samuel Paparo, ka ngritur alarmin për përparimin e Kinës në teknologjinë ajrore, duke theksuar sfidat që kjo paraqet për balancën e fuqisë në rajonin Azi-Pajsor.